Kam marrë në 2009, jam kthyer në Shqipëri nga emigrimi, kam punuar në Kret për 15 vitesh, edhe jam kthyer këtu në Shqipëri. Prej 2009 operoj në Shqipëri. Kemi kompaninë Elbasit që operojmë tregtim me shumicë të PMB-ve, produktet për mbrojtjen e bimëve dhe ushqimin e bimëve. Sigurimi është një sfidë në vete që jemi duke punuar. Shumë shpejt do ta prezantojmë edhe për fermerët shqiptarë, bizneset shqiptare, në mënyrë që ne të krijojmë një komunikim midis qeverisë dhe biznesit. Pjesën që do mbuloj qeveria, pjesën që do mbuloj biznesi. Në mënyrë që situata siç na ka ndodhur për mbytyet apo fatkeqësia nga natyra, ne të kemi një siguracion për çdo biznes apo çdo fermë që kemi në territor. Në skemën kombëtare ne kemi dhe 10% e faturimit. Edhe është një hap shumë. 10% e faturimit. Ne kemi bërë një dyshim me 15 milionë euro, e cila do të na shkojë në 45 deri 50 milionë euro, sipas llogarive. Por duhet që nga këtu ti ftoj fermerët që të marrin ato faturat ndaj bizneseve, ti depozitojnë çdo 6 muaj në tatimet dhe ne të bëjmë pagesën ndaj tyre. Mbrojtja biologjike po praktikohet në rritje. Është një hap jashtëzakonisht i mirë, nëse duken se ne mbi 70% statistika nuk di çfarë thon, por mbi 70% është eksport. Ne kemi sot mbi 2530 hektar të digitalizuara në sistemet tona dhe vjen rritje çdo ditë. Të tregon interes, por edhe masa të cilin ne kemi vendosur. Të ndërtojmë një serë sot, ne kemi në masën e re 50%. Fut këtu mbrojtjen biologjike 70%, fut këtu 10% që do të shesi fermeri në treg nesër. Pra janë disa masa që përfshin fermeri sot për të bërë pjesë ndaj skemave kombëtare të qeverisë shqiptare. Ta motivojnë. Dhe këtë duhet ja themi të gjithë fermerëve që të bëhen pjesë e paketës tonë, të jenë pjesë e mbështetjes ndaj skemës tonë kombëtare,